Nuk kemi pas objektiva për daljen në Evropë ose diçka më tepër. Objektivat e klubit kanë qenë që të jemi një klub stabil, të jemi në mesin e tabelës, që të arrijmë si vjet barë ta sigurojmë ekzistencën në Superligë. Por me formën e lojtarëve që kemi, që jemi të kalu me ndeshjet që i marrim një mas një me radhë, kemi arritur rezultate mjaft mira, që jemi arritur atje ku edhe pak na mungon për ta vysim na treshin që del në Evropë. Po prapë se prapë ne nuk i kemi me çdo kusht objektivin daljen në Evropë. Rezultatet e mira na kanë avut afër Malishevës, edhe Malisheva disa lojë të fundit ka dështuar me rezultate dhe na ka mundsuar edhe neve që ta afrohemi sa më afër tyre. Tash diferenca shumë e vogël, është vetëm 2 pikë, po janë edhe 5 ndeshje. Them ne qëllimi jonë është të sigurojmë ekzistencën, për më vonë ta shohim çka të ndodh. Çdo sen që vjen ma tepër është sukses. Suareka nuk është skuadër që duhet të jetë aty ku është. Mbos kvalitet e lojtarëve që e ka në skuadër, unë mendoj që nuk e meriton më konë në atë vend ku është tash. Për mua është një ndër skuadrat me lojtarë më të mirë që ndoshta që ka Superliga. Po tash shohim, na do të jetë ndeshje vështirë edhe ajo, por na do të mundohemi që të marrim edhe rezultate pozitive edhe atje. Gjatë rrugës u rritëm pak apetite duke pa formën tonë që po kalojna ashtu si vendas që një ka njëjën të marrë ndeshjet edhe na të fitu të gjitha ndeshjet brenda. Dhe tash ka arritur objektivi Evropa, por është një për njëherë është objektivi të ikim sa më larg barazhit edhe të asigurojna këtë Superligën edhe për vitin e ardhshëm. Unë mendoj se Suareka ka ekip mirë cilësor, mendoj atje do të më shku për 3 pikë, por ka ekip cilësor, mendojna njëherë me shku me luftu si gjithmonë, si çdo ndeshje, por që jena ato zhvillu ndeshje të mira, mendoj që do t'ja dalëm, t'ja arrijmë ato objektivin tonë edhe ndaj Suarekës.